Bashkiak, sepse ne nuk kemi drejtim legjitim, pra Bashkia e Tiranës nuk ka drejtim legjitim. Zonja Rrugo, se nuk duhet të ndërpres, dua vetëm të sqaroj diçka. Po kam bëj me rendin e ditës, sepse unë kam faktika me rendin e ditës. Më fal. Më lini të shpjegoj diçka dhe pastaj vazhdon. Tani është koha për pyetje. Më mbrapa do keni e kuptoj. Më mbrapa do keni mundësinë të diskutoni. Kështu që çfarë komente shkeni në lidhje me çfarë shkon simbas jush, apo çfarë nuk shkon simbas jush do t'i bëni të diskutimet. Tash ju lutem limitojeni. Të lutem mos bëni debat me mua, më jeni të shpjeguar apo jo? Po në kuvështrimin tim është shumë për ecurin. Po, do bëj pyetje. Bëni pyetjen ju lutem. Ka bëj dhe me këshillin dhe me zonën. Bëni pyetjen ju lutem, pyetjen. Po ka një parashtrim pyetja, sepse ne kemi pranuar këtu që nuk kemi drejtim legjitim të Bashkisë së Tiranës. Edhe kur nuk kemi drejtim legjitim, nuk mund kalosh në këtë mbledhje këshillit çështje të cilat ka të bëjnë me vizionin e bashkisë, apo me prona publike. Kjo është tipikisht diskutim. Bëheni të diskutimin nëse doni jo tashtim. Nëse keni pyetje bëni pyetje. Mund të pranohet nga këshilltarët e këtij këshilli bashkiak që disa çështje mos kalojnë sot. Bëni pyetjen. Për disa çështje mund të mos. Ju lutem, bëni pyetjen nëse keni. Nga e dini ju se si do të vendosi antarët e këtij këshilli për atë çfarë. O zonja Rrugo, mos vazhdoni ta prishni mbledhjen. Bëni pyetjen nëse keni, nëse jo, nëse keni diskutim do t'i bëni më mbrapa. Ja u garantojmë që do t'ju jap fjalën më mbrapa. Do keni plot minuta që të diskutoni. Bëni pyetjen tash. Do i kisha mbaruar tashmë pyetjen time. Do i kisha mbaruar tashmë pyetjen time dhe artikullin. Jo, po se po replikoni me mua, nuk duhet replikoni me mua. Bëni pyetjen. Kaloni te pyetja ose s'do t'ju jap fjalën. Bashki nuk duhet kaloj, nuk duhet propozoj. Zonja Ristani që të kërkoj këtij këshilli të nderuar që u drejtua disa herë që të kaloj këto projekte. Ajo nuk është legjitime, nuk është e zgjedhur. Faleminderit për konstatimin, zoti Pano, ju lutem, pyetjen tuaj. Nuk mund të ndërprisni fjalën. Patjetër që mund ta ndërpres fjalën nëse është kam të drejtë, sepse çështjet e vizionit nëse do kishe mirësinë të lexoje rregulloren e këtij këshilli, do ta kuptoje që kjo është moment që nuk ka Bashkia e Tiranës kryetar bashkie. Ky është moment pyetjesh, nuk është moment replike, as me mua as me diskutimi. Është shumë e rëndësishme. Zonja Rrugo, mos më detyroni të filloj me masa disiplinore, ju lutem. Po merrni masa disiplinore, se nuk keni marrë nga atyre që janë të korruptuar, do merrni ndaj meje. Faleminderit për konstatimin tuaj, faleminderit. Zonja Rrugo, keni vrejtje, zonja Rrugo. Keni vrejtje, po ju paralajmëroj. Hapi tjetër është ju heq të drejtë me fjalës për gjithë seancën. Dhe s'do keni mundësi të diskutoni as më mbrapa. Faleminderit. A mund nuk është kohë propozimesh. Ju lutem zoti Bregasi mos replikoni. Zoti Bregasi, mos replikoni. Ju lutem, po keni një pyetje bëni tash. Kam një vrejtje ndaj jush, ma keni prerë fjalën disa herë, nuk e di si mund ta bëj vrejtjen, edhe që mund ta bëni pyetjen. Vrejtjen ju bëra. Hapi tjetër është që ju heq të drejtën e fjalës për gjithë seancën. Mos më detyroni ta bëj. Bëni pyetjen tash nëse keni, nëse jo, lini radhën kolegëve se po bëjmë ndërtim. Zonja Ristani nga e gjeni të drejtën për të propozuar këtij këshilli bashkiak projekte akte të cilat kanë të bëjnë me vizionin kur ju nuk jeni e zgjedhur nga qytetarët e Bashkisë Tiranës. Dhe propozimi im i radhës. Faleminderit për pyetjen. Faleminderit për pyetjen. Zoti Pano, vazhdoni. Të mos i kaloj këtë. Vazhdoni me pyetjen, lutem. Jo, një sekondë se ka radhë pyetjesh. Po, më thuaj. Faleminderit ashti për mbarvajtjen e mbledhjes. Ju zoti drejtuesi i seancës duhet të kuptoni që duhet të saktoni një moment të saktuar të mbledhjes, ku njerëzit të shprehin dhe gjë që juve s'ju pëlqen ndoshta apo që ndoshta nuk përfshihet në rendin e ditës. Diskutimet, mos u diskutimet i nderuar drejtuesi i seancës janë për rendin e ditës. Edhe. Jo edhe, janë për rendin e ditës. Ne kemi ndaluar kurrë që të shprehin gjithë pikpamjet. Ata mbaroj timen apo jo? Mundem. Tash mos më ndërpret. 2 minutë që ndim lutem për 100% do ma lesh. Siç e thot rregulloria. Pastaj bëj komentin tonë brava. Për mbarvajtjen e mbledhjes, se edhe këshilltarja ka drejt, ka një shqetësim të saktuar. Në fillim të mbledhjes the prit. Në vazhdimsi the prit. Tash ti thu pra prit. A ka mundësi ju, jemi të gatshëm të përshtatem atë që do vendosni ju. Po caktoni gjatë mbledhjes një moment saktuar që çdo këshilltar sipas dëshirës vet, sipas mendimit vet, sipas qëndrimit vet, të shprehë edhe diçka që ndoshta juve nuk e keni renditën sepse nuk keni konsultuar për rendin e ditës. Unë përsëri e them, moment që nuk funksionon kryesia e Këshillit Bashkiak, që të bashkërendoj me gjithë aktorët politik, mazhorancë dhe opozit, një rendite, i cili jetë dakordsuar, është normale që në mbledhje të ngrihen një apo disa këshilltarë. Edhe të folë edhe palës tuaj politike ndoshta mund të jenë, të cilët thonë, unë dua që të diskutohet dhe kjo gjë, po kam një shqetësim saktuar. Tash për mbarvajtjen e mbledhjes, caktojeni ju kur doni. Por ama caktojeni.
Sepse keni 3 herë që po hiqni fjalën këshilltares, dhe këtë e them në statusin e nënkretarit të Këshillit, që po hiqni fjalën këshilltares për një shqetësim që ka. I drejt apo jo i drejt, nuk ju cakton juve ta gjykoni. Sipas rregullores, fjala dhe sjellja dhe vendimarrja e çdo këshilltari është pikërisht, është e zhveshur nga përgjegjësia, pikërisht për faktin që mos ju japi juve të drejtën në drejtimin e seancës, rast konkret juve sot që e drejtoni, pikërisht për të ndërhyrë si në sasinë e cila vendos koha, po dhe në cilësinë e fjalës që e vendos vetë këshilltari sipas dëshirës vet. Nuk gjykohemi nga ju, gjykohemi nga qytetarët. Kështu që ty lutem, caktoni një moment caktuar, si drejtues i seancës, që të gjithë ne, për një shqetësim caktuar, ta ngrejmë, ose bëni atë që ju kam thënë gjithmonë. Shtojmë gjithmonë një pikë të fundit rendin e ditës, çështje të tjera, dhe aty diskutojmë gjithë problematika. Të ndryshmet. Po se nuk e kemi asnjëherë nderuar zoti Bregasi. Gjithmonë e kemi kërku, pasherë nuk përfshihet. Mbaroj 2 minutë. Faleminderit. Po të caktojeni. Ju e dini qëndrimin tim dhe do t'ja përsëris. Vetëm se e sodët për çështje procedure. Me që jemi tek pyetjet, limitohemi tek pyetjet. Unë nuk kontrolloj dot pyetjet. Pra, të lutem, unë s'bëra replik, mos më bëj replik. Ne nuk i kontrollojmë pyetjet. Unë nuk i kontrolloj pyetjet, jeni të lirë të bëni pyetjet që doni. Siç jeni të lirë të bëni diskutimet që doni. Po ka një moment procedural, seanca që janë pyetjet. Ju lutem limitohuni te pyetjet dhe të keni mundësi të diskutoni kur vi koha diskutimeve. Zoti Pano. Pyetje, ju lutem. Po pyetja ka nevojë edhe për një parashtres, nuk të kuptohet sensi. Kështu shpresoj të respektohet dhe koha ime. Nuk e di se sa kohë kam. Jo, nuk e së pari besoj se duhet përcaktojmë. Izarojmë pyetjet dhe pastaj diskutojmë. Okej. Zonja Ristani. Pyetjet ti mbaroj të gjitha dhe pastaj marr përgjigjet apo? Okej. Po, gjithë pyetjet nga një këshilltar është okej. Marrin përgjigje. Së pari, çfarë do bëhet aslan Rusi? Është një diskutim që kemi bërë dhe herën e kaluar, kemi diskutuar së bashku sepse nuk kemi një projekt konkret se si do të zhvillohet zona. Ju thatë që do të jetë një stadium me 13.000 me 13.000 ulse, por ende nuk e dim se çfarë do të bëhet tjetër tek ajo pronë që ne po japim bashkisë. A mund të kemi një informacion se çfarë do të bëhet? Lutem. Së dyti, pse Partizani dhe Studenti po bëhen si OJF dhe jo si shoqëri tregtare? Personalisht, për shembull, do ta preferoja që të ishte si shoqëri tregtare, të ishin aksione të hapura, që dhe persona individ kishin mundësi të binin aksione të limituara nëpër këto organizata, nëpër këto kompani, duke marrë parasysh edhe trashëgiminë familjare të mbiemrit Pano me Partizanin. Së treti, lexoj që Partizani nuk ka asete, thuhet aty. Pra transferimi po bëhet pa asete. Gjithashtu dhe Studenti. Ku janë asetet? Pyetja tjetër. A ka një database ku ruhen videot e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak? Sepse nëse shikoni kemi mbledhjen e 23 shtatorit të Këshillit Bashkiak, por videot e tjera që nga momenti që kemi marrë që jemi konstituar si antar të Këshillit nuk janë. Dhe kjo është një politikë e Facebookut që të lë vetëm 30 ditë dhe pastaj ikin. Nëse ne duam të rikthehemi dhe të marrim videot, të shikojmë diskutimet apo të bëjmë analiza të caktuara, atëherë nuk kemi akses. A ka një vend ku mund t'i gjejmë këto video? Sa çështje gjyqësore janë hapur periudhën e fundit vetëm për prishjen e këtyre tendave? Dhe IMT-ja që bën të quajtur lirimin e këtyre hapësirave publike, a kemi një numër se sa çështje gjyqësore janë hapur drejtuar Bashkisë Tiranës? Së pari dhe së dyti, sa ka harxuar bashkia vetëm nga detyrimet gjyqësore këto kohë të fundit? Përsa e përket çardheve, duhet rritur numri patjetër që po. Po ka diçka tek treguesi i realizimit të buxhetit 12 muajor 2024, si ju e pranoni vetë, këtë realizim pra që ka qenë në masën 72%, ka ardhur si ulje e frekuentimit si pasojë e emigrimit të familjeve. Ju e pranoni shpopullimin e Shqipërisë vetë, e pranoni dhe në dokumente zyrtare. Kështu që, a mund bëhet një raport që të dim me kaq 12.100 sa punonjës që ka Bashkia e Tiranës, sa duhen realisht dhe sa nuk duhen që t'jenë në Bashkinë e Tiranës. Dhe së dytja, a ka një matës performance të këtyre punonjësve të bashkisë? Kujtoj këtu rastin e Piranjave, që falenderojmë edhe zotin Binaj që bëri publik, që ishte me zë një kryeinspektor i Bashkisë Tiranës, ku tregonte se si bëhen skemat korruptive të vjedhjes së bizneseve përsa e përket lekëve që ata paguajnë për zënien e hapësirave publike. Për këtë punonjës, apo dhe për punonjës të tjerë, a ka një raport auditimi me të vërtet sa metra katror janë zënë dhe sa fonde janë vjelur dhe për të parë, a janë marrë masa ndaj atyre punonjësve të cilët abuzojnë? Për pyet, kemi nevojë për të rritur masën pijore? Patjetër që po.
Tani pylli orbital që u konstatua nga Bashkia e Tiranës, KLSH-ja tha që pylli orbital nuk ekziston. Një pyetje që kam unë, ato 43.000 metra katror që janë dhënë për koncertin në tek liçeni i Tiranës, që ndryshe quhet Mushkria e kryeqytetit. Po të shkojmë xhiro të shkojmë ta shohim, aty është bërë me çaku. U tha që do të kthehen në zonën, do të kthehen njësoj në gjendjen e mëparshme. Çfarë ka ndodhur? Sepse unë nuk dua të citoj tani fjalët që qarkullojnë që do të bëhen kulla, do bëhen ndërtime aty. Nuk dua t'i besoj këto si fjalë, por duhet të di dhe të marr garancinë nga bashkia dhe t'i them personave të cilët më kanë votuar që është e vërtet, ajo si hapësirë publike u përdor për një koncert, por a do të kthehet në gjendjen e përparshme siç është premtuar apo jo? Dhe së fundmi, me 25 shtator 2025 ju kam dërguar një shkresë ju personalisht për dieni kryetarës Këshillit Bashkiak dhe sekretarit Këshillit Bashkiak, ku janë shtruar disa pyetje, ku Bashkia e Tiranës figuron si sponsor i një drag show, për ju që se dini se çfarë është drag show, janë këto burrat që bëhen si gra dhe dalin e bëjnë striptizëm. Që Bashkia rezulton që është sponsor. Tani, si është mënyra që Bashkia ka ndërvepruar me këto organizatë dhe me këtë event? Cila është mënyra mbështetjes dhe sa fonde janë dërguar për këtë si aktivitet? Këto janë pyetjet e mia, faleminderit. Kryetare, të lutem, vetëm një sekond. Mund thash, ne nuk kemi asnjë lloj qëllimi të kontrollojmë pyetjet e juaja. Por kryetaria ka gjithë lirinë që të përgjigjet për pyetjet që kanë lidhje me rendin e ditës, sepse atë jemi mbledhur sot, dhe gjithë mundësinë që për çdo pyetje shtesë keni t'ju jap përgjigje në një kohë tjetër, kur ta kemi si pikë në rënd ditës ose t'ja japim me shkrim. Shiko, patjetër që po, sepse ka çështje të cilat un kam ngritur pyetjet këtu e 6 muaj përpara dhe ende janë pa përgjigje. Por prap un ndihem i detyruar që këto pyetje duhet i shtroj. Aslar Rosi, ishte pyetja e parë, ajo që ju është paraqitur është një akt marrëveshje, të cilën Bashkia e Tiranës duhet ta firmosi bashkë me institucionet e tjera për të vendosur mënyrën e operimit, pra përgjegjësitë dhe detyrat e çdo institucioni. Përpara se, pra në një farë mënyrë pjesë e aktmarrëveshjes po ta lexoni është edhe procedura e konkurimit. Procedura e konkurimit përveç minimumit të përfitimit i cili është përcaktuar. Nuk e gjova pyetjen. Minimumi, pse nuk është më lart dhe më nuk është më vogël, atëre. Ky është minimumi, që do të thotë që ne nuk marrim më pak se sa ajo që ofroj, por marrim më shumë. Pse është vendosur 13.000 ulse dhe nuk është vendosur 12.000 për shembull? Ditë ju them që sot kemi në mos gaboj sa 6.000 stadiumi ka 6.000 ulse dhe shkon minimalisht në 2 fishin e tij. Sot stadiumi e Ilora Medor nuk ka absolutisht as minimumin e standardit për një turnament, për një turne lokal, jo më rajonal. Standardi i stadiumit i cili do të përfitohet nuk është vetëm i standardit ndërkombëtar, por i standardit më të lartë ndërkombëtar të Ilora Medor. Pse është e rëndësishme të vendosim minimumin? Kjo nuk do të thotë që mund mos përfitojmë një stadium me 20.000 ulse. Por kemi vendosur një kufi minimal, pra minimal që do thotë dysheme, që çdo gjë mbi atë është e pranueshme, çdo gjë nën atë nuk është e pranueshme. Ky është vetëm një standard në të gjitha mënyrat e hulumtimet ekonomike, financiare, llogaritdhënëse që mund të vendoseshin në një marrëveshje pa i ditur kush do të jetë projekti fitues. Më pyetet për dy partizanët dhe studenti, se por kalojnë në... Kjo është me bazë të udhëzimit që ka ardhur, me bazë të ligjit për sportin, në mos gaboj, ju citova bazën ligjore, shoqëria tregtare është opsion,
i dhe në ligj në momentin që ekziston mundësia e financimit privat. Në momentin që nuk ekziston mundësia e financimit privat, me pronë publike, mënyra më e mirë për Bashkinë Tiranë për ta financuar është kjo, dhe mënyra që e lehtëson më shumë nga bara fiskale. Pra dhe parat harxhohen në mënyrë më të përgjegjshme. Pse nuk kanë asete? Unë ju referova inventarin e aseteve që kanë aktualisht. Në qoftë se duhet pyesim pse kanë apo pse s'kan, atëherë hajde të japim dosjet e historikut të Partizanit apo studentit apo të gjitha klubeve shqiptare dhe shohim hallk pas hallke në që momentin që janë krijuar 1946-ën edhe deri sot 2025-ën. Nuk jam unë ekspert, nuk dim fakt fare nga historia e këtyre klubeve, por jam shumë e sigurt që nëse ky këshill do dojë të bëjë një audit 100 vjeçar, mund ta bëjë. Arkiva e mbledhjes të këshillit, për këtë më duhet pyes, megjithëse nuk është në rendin e ditës. Unë nuk kam një përvojë 10 vjeçare në këshill, ka vetëm disa muaj që jam këtu me ju, kështu që nuk di të them si ruhet kur ruhet, jam e sigurt që sipas ligjit duhet ruhet diku. Sa çështje gjyqësore dhe sa ka harxhuar, të gjitha këto raportime janë bërë rregullisht në fakt nëpërmjet raportimeve financiare që ju janë dorëzuar, në qoftë se i doni të ridërguar të materiali ju ridërgojmë, ndërkohë që për çerdhet pyetja ishte nëse raporti i punonjësve me popullatën e Bashkisë së Tiranë është më i lartë se ç'duhet. Ditë ju raportoj me përgjegjësi maksimale nga studimi im personal që Bashkia e Tiranës apo qyteti i Tiranës ka raportin punonjës bashkie qytetar në fashon më të ulët të gjithë Evropës. Nuk po marrim nivele ndërkombëtare, po marrim edhe rajonale, edhe evropiane, edhe të gjitha standardet e mundshme që mund të ekzistojnë. Pra, do t'ju jap për anë tjetër dhe shifrën, por niveli jon i punonjësve për numër popullate, mund ta googulloni, mund ta kërkoni në ChatGPT, është më i ulti në rajon. Në Evropë e sigurt. Në fashon, sepse ato janë me nivele. Kështu që ajo është përgjigjja për juve. Ndërkohë që më pyetët për një hapësirë tek koncerti që ndodhi në maj, në mos gaboj, kishte 50.000 biletat shitura edhe bërë një xhiro të jashtëzakonshme për qytetin e Tiranës dhe pas ka qenë një problem shumë i madh. Sipërfaqja që ju i referojnë në fakt ka qenë një kontratë private midis pronarëve të tokës dhe subjektit. Sipërfaqja e Bashkisë së Tiranës, ajo që ka qenë publike, është mbledhur çarkulli dhe është kthyer se ajo ishte e vetmi ndryshim që ndodhi, nuk ka pasur absolutisht hapësirë pijore aty. Megjithatë, nuk, domethënë këto spekulimet e kullave të tillave gjëra nuk besoj se janë serioze, kështu që nuk po i adresoj fare. Kurse për shfaqjen, nëse keni kërkuar një informacion për një projekt të financuar nga Bashkia e Tiranës, patjetër që ta merrni. Dy rrugë di unë që janë procedura publike të financimit projekteve artistike. Njëra është nëpërmjet këshillit artistik, i cili është një këshill i nderuar me antar që nuk janë punonjës së Bashkisë së Tiranës, por që vijnë nga gjitha fushat e artit dhe të kulturës së qytetit, të cilët shohin projektet që dorëzohen dhe vendosin për financimin e tyre. Nuk e di kush është problemi me këtë projekt specifikisht, por nëse ka një çështje që duhet diskutuar apo pa rregullsi në lidhje me procedurën, patjetër që na e adresoni dhe e trajtojmë. Mendoj që i adresova të gjitha, por nëse ka diçka, i lutem. Faleminderit, pyetje, zoti Shabani. Pyetje të lutem, mos bëjmë të njëjtin debat unë dhe ju siç e bëra me zotin Pano. Dëgjoj. Zoti Oda, ju e drejtoni mbledhjen her pas here dhe sa herë që drejtoni ju ndodh ky konflikt. Kështu që ka përshtypjen do të reflektoni ju, jo ne. Edhe s'ka nevojë ta merrni në mbrojtje kryetarin, ai zgjedh vetë se i stofet me mua pra. Mirë. Do jap shembullin tani që faji është i juaj. Atëherë, zonja kryetare, un kam disa pyetje. E para lidhet me një pyetje të përsëritur, para 2 mbledhjesh që pyeta lidhet me ushqimin në shkolla. Ju e lidhet këtë me çështjen e ngërçin e kryetarit të bashkisë, kur thatë që ju nuk keni aftësi për ta ditur kur ai do të dalë nga burgu. Tashmë ne e dim, do kemi zgjedhje të reja.
Ministri e Arsimit do garoj për bashkinë, kështu që nuk besoj që ja hidhin fajin prapë Ministrisë së Arsimit në këtë rast. Kështu që pyetja ime mbetet e njëjtë, kur do ketë ushqim në shkollat e Tiranës, në shkollat e restauruara. Kam 3 pyetje këtu. E dyta, lidhe prapë me shkollat, fëmijët e Priskës nga qendra, nga këtu ku jemi ne, deri në Priskë është 15 kilometra. Fëmijët e Priskës nuk shkojnë dot më në shkollën e fshatit, sepse aty është ndërtuar një gurore dhe gurët bien mbi shkollë, kështu ato detyrohen të shkojnë në shkollën e Zallherrit. Ne ky shtet ja ka dalë çoj 2 satelit në hën, po ende nuk çon dot fëmijët e Priskës, fshatit të Tiranës në shkollë. Çdo ditë në shi, në vap, në të ftohtë, ata marrin rrugën dhe ecin në këmbë, sepse nuk i çohet të paktën një transport në Priskë. Është kompetencë e bashkisë, është kompetencë e Ministrisë së Arsimit, ku është ngërçit dhe si mund zgjidhet çështja e fëmijëve të Priskës. Është era e 4 ose e 5 që unë sjell si shqetësim, do doja që ju të më jepni një përgjigje ku ka ngecur ky problem. Dhe e treta lidhe me monopatinat. Kjo bashki ka promovuar përdorimin e monopatinave si një mjet ekologjik, i cili padyshim shkarkon nevojën për të lëvizur me makinë apo për të rënduar transportin publik. A ka një alternativë që kjo bashki tashmë do t'i jap atyre që deri ndje nisur edhe nga promovimi që ka bërë bashkia, kanë bërë investim, kanë blerë monopatina dhe me ato kanë shkuar dhe kanë ardhur në punë, në shkollë apo në jetën e tyre të përditshme. Kemi një përgjigje për ata, një alternativë që kjo bashkia sugjeron ose një orientim dhe ndihmë që kjo bashkia jep qytetarëve të vet në lidhje me këtë çështje? Do t'ishte shumë mirë biles ta vinim dhe korespondencën në dispozicion të këshilltarit midis bashkisë dhe Ministrisë së Arsimit për sa i përket rolit që njësia e qeverisjes vendore duhet të marrë e autorizuar nga Ministria përkatëse për qëllimet që janë përtej, domethënë që janë në ambientet e shkollës, por që nuk janë akademike. Në të njëjtin rol që ka Bashkia e Tiranës si institucioneve të qeverisjes vendore, kanë edhe këshillet e prindërve, kanë dhe të gjithë partnerët e tjerë në të njëjtin urdhëresë, në të njëjtin udhëzim që ka Ministria e Arsimit. Kjo kërkesë i ka shkuar Ministrisë së Arsimit dhe Ministri i Arsimit ka komunikuar me Bashkinë e Tiranës që do ta bëj këtë në një plan, jo vetëm për një bashki, po do ta menaxhoj si plan të vetit dhe do të komunikoj pastaj detyrat që duhet të marrë secila prej njësive të vetëqeverisjes. Kështu që nuk është vullnet kryetari apo çështje vullneti, është çështje administrative e mënyrës se si do të udhëheqet si proces. Tani që po flasim, nuk është kompetencë e Bashkisë Tiranë apo e asnjë bashkie që të ushqej fëmijët në shkollë. Pra kjo si detyrë. Do ta marrin përsipër me kënaqësi më të madhe në momentin që autorizohemi si subjekt implementues. E parë, pavarësisht kush është ministri dhe kush janë ministrat, dhe kush është kryetari dhe kush janë kryetarët. Ndërsa përsa i përket shkollës së Priskës, unë duhet ta marr këtë informacion, nëse transporti s'më rezulton që transporti të jetë një funksion i Bashkisë Tiranë, por nëse është dhe na është kërkuar dhe nuk i është dhënë, patjetër që kjo do të adresohet, patjetër që sigurisht fëmijëve duhet të kryen gjitha kushtet për të shkuar nëpër shkolla. Ndërsa në mos gaboj, pyetja e tretë kishte të bënte me, ma kujto edhe një herë? Me monopatina, i japin një alternativë? Monopatina, bllokim monopatinave, edhe për kolegun që pyetën përpara, nuk është i vendim lokal i Bashkisë Tiranë. Kështu që nuk di t'ju them kush ka qenë plani, po jam e sigurt që ka pasur një argumentim të gjerë dhe të gjatë ligjor, teknik dhe sigurie në lidhje me këtë ndërhyrje. Nuk ka qenë një vendim i Bashkisë Tiranë. Në qoftë se më pyesni mua personalisht, unë personalisht jam për çdo lloj mjeti transporti që nuk përdor karburant. Po kjo është komplet një pikpamje ime personale dhe unë nuk kam asnjë lloj fuqie ta shpjegoj pyetjen për të kursyer juve kohën. Ta shpjegoj pyetjen, se ndoshta s'ishte i qartë me pyetjen. Patjetër. Pyetja ime nuk është pse u bllokuan. Atë e kuptoj që s'është kompetencë, nuk e keni bllokuar ju. Pyetja ime është, ne si bashki i japim një alternativë këtyre
Pra, sepse keni parasysh, ata kanë investuar edhe për shkak të promovimit që bashkia i ka bërë monopatinave. Pra, qytetari ka parë kryetarin e bashkisë, i është thënë që monopatina është gjë e mirë, ka investuar para, ka blerë monopatinë, tani nuk e përdor më. Ne kemi nuk kemi shitur monopatina. Jo, kemi përgjegjësi ne për të dhënë. Kemi shitur t'ja kishim kthyer mbrapsht. Kemi përgjegjësi. Atëre, në qoftë se ne kemi përgjegjësi, pra në qoftë se ky institucion do kishte thënë po jemi dakord që po pra. Atëre çfarë ofrohet për qytetarët? Unë detyra për të çfarë ofron qyteti i Tiranës për qytetarët e Tiranës si alternativë mobiliteti. Kjo është përgjigjja në fakt. Dhe ajo që është si përgjigje për këtë është transporti jon publik, korsit e biçikletave dhe trotuaret e zëruar. Këto janë investime që ne i bëjmë dhe që i përgjigjem qytetarëve në lidhje me lëvizshmërinë që nuk ndot, të cilën gjithashtu e promovojmë dhe të cilën jemi dhe kuotuar si të suksesshëm në promovim. Dy t'ju jap shifra në lidhje me gjërat që kemi shtuar dhe gjërat që kemi investuar në këtë drejtim. Tani, nëse do flasim mbi preferencat tona mbi çfarë janë mënyrat e transportit, për shembull do promovoj ecurin, nuk do promovoja biçikletën. Kjo është komplet preferencë. Lidhjet tona janë ato shërbime që janë në thelb, në kompetencat dhe në detyrat funksionale të Bashkisë Tiranë. Dhe këto janë kompetencat e Bashkisë Tiranë. Dhe të çdo bashkie. Faleminderit. Kryetari mbaruat? Po, nëse mbaruat. Zoti Kazanxhiu kishte pyetje? Provo një mikrofon tjetër të lutem andej nëse funksionon te kolegët. Zoti Bregasi. Zoti Bregasi. Po mundohet të flas kolegut, lutem. Zoti Bregasi.